Banorët e qytetit të Durrësit dhe Tiranës kanë vite në pritje të rivënies në funksion të linjës së dëmtuar hekurudhore, e cila ka një rëndësi të madhe ekonomike për vendin, qoftë duke lehtësuar mbi ngarkesën e superstradës Durrës-Tiranë, sidomos në sezonin veror për shfrytëzimin e plazheve të Bregdetit, po ashtu edhe të evadimit të madhërave nga porti e Anasjelltas. Hekurudha shqiptare ka dhënë për mediat 3 muajin e parë të vitit 2027 si afatin final të nisjes së operimit të kësaj linje, ndërkohë që në nisjet e projektit ishte deklaruar viti 2023, pra një shtyrje prej 4 viteve. Një shtyrje që të kujton pelhurën e Penelopës, që premtohej, por nuk arrinte kurrë që të përfundonte. Tashmë drejtoria e përgjithshme e hekurudhës ka bërë të ditur në media se aktualisht janë realizuar 90% e punimeve civile të kontratës së parë të projektit rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës, terminali transportit publik Tiranë dhe ndërtimi i linjës së re hekurudhore në drejtim të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës. 5 vite nga nisja e projektit nuk është realizuar ende vendosja sinjalistikës dhe elektrifikimi i linjës hekurudhore. Në total, vlera e përgjithshme e investimit dhe asistenca teknike për projektin deri më tani arrin në 113 milion euro. Pas përfundimit të plotë të linjës hekurudhore, distanca Tiranë-Durrës pritet të përshkohen me tren për rreth 22 minuta, ndërsa nga Tirana për në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit pritet të bëhet për rreth 12 minuta.